marsi vitit 1961 vuri themelit e arsimit në Preshev, pasi atë kohë u hap gjimnazi Skënderbeu. Gjatë këtij viti, për herë të parë në bankat shkollore, u ulën 81 nxënës shqiptar e në mesin e tyre 11 femra. Ndërkaq, nga ajo ditë deri më sot, në gjimnazin Skënderbeu kanë vijuar mësimet 14.768 nxënës, prej tyre 13.026 shqiptar. E sot kjo shkollë festoi 50 vjetorin e ekzistimit të këtij institucioni arsimor. Fillimisht, manifestimi filloi nga borri i shkollës, ku para një numrit të madh nxënësish dhe mësimdhënës, drejtori i gjimnazit Abdurrahman Zulfiu para bustit të Skënderbeut vuri kurore lulesh. Sot jemi të buar për të kremtuar 2 marsin, ditën e shkollës, gjejsisht 50 vjetorin e funksionimit të gjimnazit Skënderbeu në Preshev. Urime dhe ky jubile të vazhdohet të më tutje, se rruga deri te ky manifestim nuk ka qenë e lehtë, por fal angazhimit të veteranëve të këtij gjimnazi që i kemi këtu edhe prezent, pra që nga dita e hapjes të vitit 1961 mundi gjimnazi që të kaloj rrugë shumë të mira me suksese, çka ato suksese kanë treguar prej nivelit shkollor edhe deri te atij republikan, gjithsesi kombëtar. Ndërkaq, manifestimi vazhdoi në shtëpinë e kulturës, ku ishte përgatitur një program kultur-artistik. Me 1 minutë heshtje, u nderuan 42 punëtorë të cilët më nuk janë në mesin ton. Më pas, gjithë të pranishmit i përshëndeti drejtori i gjimnazit Skënderbeu, Abdurrahman Zulfiu, i cili shfletoi historiatin e gjimnazit. Drejtori Zulfiu gjithashtu përmendi edhe kuadrët e parë të asaj kohe, sidomos ato femra që sot kanë pozicione të rëndësishme në vendet ku jetojnë. Gjatë 7 viteve të ekzistimit, përkatësisht në vitin 1968-69, gjimnazi i Preshevës, tani nga paralelja e ndar, do të bëjnë hapjen e paraleleve të ndara në Tërnos të Madh, pra vitin 68-69. Dhe këto paralele funksionuan deri më vitin 73-74, kur edhe pavarësohen. Gjatë këtyre 6 viteve shkollore, mbaruan maturën në Tërnos të Madh 228 nxënës, prej tyre 16 femra. Por, ndodhi edhe hapja për herë të dytë e paraleleve të ndara, tani në Bujanoc, në vitin shkollor 1998-99. Nga ky tempull i diturisë, gjatë veprimtarisë së tij dolën kuadra të ndryshme dhe arritën titull shkencor prej mësuesit e drejtë akademiku. Në këtë manifestim u ndan mirënjohje për drejtorët të cilët kaluan nëpër këtë shkollë, si Hasan Hajrullahu, Mustaf Selimi, Zeqiria Fazliu, Abedin Selimi, Riza Alimi, Vajid Nuredini, Nazmia Shari, Rafet Mortezi, Abdurrahman Emrullahu, Abdurrahman Zulfiu dhe Burhan Ahmeti. Po ashtu u ndan mirënjohje edhe për punëtorët në pension, për klasat më të mira, për nxënësit më të mirë dhe një sër mirënjohjesh për nxënësit dhe mësimdhënësit që kanë dhënë kontribut dhe vazhdojnë të japin për gjimnazin Skënderbeu. Vlen të theksohet se programi ka qenë i pasur me poezi, këngë korale, këngë dedikuar Mamadheu dhe valle popullore. Në fund u tha se ky tempull i turisë ka nxjerrë kuadro të shquara si në arsim, shkencë, mjekësi, ekonomi, teknik dhe lëmi të tjera.